Valdrin Saiti u drejtohet ndjekësve të Bianit. Mesazh motivues për sfidat e OnlyFans. Valdrin Saiti ka dhënë një mesazh të fuqishëm dhe motivues për Bianin dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugët e tyre në platformën OnlyFans. Me fjalë të hapura dhe me një ton mbështetës, ai ka theksuar se Bian nuk ka bërë dëm askujt dhe se çdo sfidë dhe pengesë që ka hasur nuk e definojnë si person. Ti hyre aty nga zori, nga dhuna, por nuk I ke bërë keq askujt, tha Valdrin, duke treguar se vështirësitë dhe rrethanat nuk e kanë ulur integritetin dhe dinjitetin e saj. Ai shtoi se jeta shpesh të përplas me situata të paparashikueshme dhe të vështira, dhe se jo gjithmonë gjërat shkojnë ashtu si do ti. Jeta dhe rrethanat të përplasin kudo. Nganjëherë nuk është si të duash ti, është si të vjen, shpjegoi ai, duke e bërë të qartë se shumë sfida janë të jashtme dhe nuk lidhen me vendimet e vet individit. Mesazhi I Valdrinit nuk ishte vetëm një përkujtesë për vështirësitë, por edhe një ftesë për të mbajtur forcën dhe besimin në vetvete. Ai nënvizoi se pavarësisht pengesave dhe presioneve të jashtme, mënyra se si vepron dhe se si mban integritetin e saj mbetet pjesa më e rëndësishme e identitetit të një personi. Mos lejo që gjërat që nuk I ke zgjedhur ti të përcaktojnë, tha Valdrin, duke I dhënë Bianit dhe ndjekësve të saj një mesazh të fuqishëm mbështetjeje. Ai shtoi se çdo sfidë, çdo përplasje dhe çdo vështirësi janë mundësi për rritje dhe forcim, dhe se mënyra se si I përballon ato do të tregojë forcën e saj të vërtetë. Ky mesazh ka një rëndësi të veçantë jo vetëm për Bianin, por për të gjithë ata që ndodhen në situata të ngjashme, kur jeta nuk shkon sipas dëshirave dhe planet nuk realizohen siç I ke menduar. Fjalët e Valdrinit shërbejnë si një kujtesë se integriteti, qenia e mirë dhe besimi në vetvete janë ato që mbeten të pandryshueshme, pavarësisht nga rrethanat dhe sfidat që mund të hasësh. Mesazhi përfundon me një thirrje të qartë: të pranosh sfidat, të kuptosh rre.